tash nuk e kam me Mateon. Unë thjesht I thash, adën përderisa produksioni ka disa minjerë që dhe me himena e bini person që për shembull para 3 vjetë kum njoftu, adën thjesht thash çfarë loja është këto se nuk është që kum pas as lidhje as kur gjeta se një herë kit veç një herë kum pa këtë person apo kupton. Kam dëgjuar që ke thënë që s'ke pas kur lidhje, domethënë që e ke thënë si muhabet kur je futur. Çfarë kupton ti me lidhje? Lidhje, mu lidh dy persona me lidhje me kon. Me lidhje pra. Pa ju. Uthje, kontakt, marrëdhënie. Çfarë kupton me hyn lidhje me një person. Qysh çfarë ne kuptojmë lidhje? Dihet këtë dina çfarë është lidhja. Me qenë bashkë, domethënë dy persona. Me hyn jo lidhje të fejuar, por të lidhur. Të lidhur me kon I dashur jam, të tatën me kon Jo, me pas një lidhje, me hyn lidhje, me kon lidhje, me kon fem e dashur e dikujt. Ku njeh gjithë. Fidancatë. Ti qofse puthi ke për shembull, që dashur. Se kujton gjithmonë. Qofse puthi dikon ai që dashur. Këtu është vetëm ajo që Mos që dashur një person qofse ku. Ne po të konsiderojmë lidhje. Po lidhje. Prandaj të thash, nuk e pasur. Deri sot një lidhje të mirëfillt. Që domethënë, nuk është se nuk e puth ndonjëherë në një person. Thjesht nuk të ka zgjat. Jo, nuk kam hyrë me një lidhje. Një sekondë, qërë me ke shkëtu situatën. Jam të thonë lidhje nuk kam pas, nuk kam hyrë me I person lidhje. Nuk është se kam dalë me I person 1 muj dit ose 3 muj dit për me dalë dhe me hin lidhje me to. Jo, nuk ka ndodhë kjo gjë. Po për këtë po të them nuk. Edhe ka. Ke dalë me njerëz, ke njohur njerëz, Kam njohur, unë kam thënë, mund të kesh shkëmbyer edhe puthje. Po s'quhet